Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jozi bën publike të dashurën e re. Prej disa javësh mediat online dhe rrjetet sociale kanë qenë plot spekulime rreth ndarjes së mundshme mes këngëtarit dhe ish-banorit të Bigut, Josefin Marku, dhe të dashurës së tij Joana Toshi. Lajmet për krizë mes çiftit kanë ngjallur dyshimet e ndjekësit që janë pyetur për statusin e marrëdhënies së tyre. Por së fundmi Joana ka zgjedhur të mbyllë çdo dyshim me një veprim të thjeshtë, por shumë domethënës. Në një Insta story ajo ka shpërndar një video nga intervista e Jozit në emisionin ku ka qenë i ftuar, duke e shoqëruar me një emoj kurore, simbol që shumë prej fansave interpretuan si një konfirmim se marrëdhënia mes tyre vazhdon akoma. Ky gjest i qetë i Joanës ka mjaftuar për të hequr çdo dyshim dhe për të treguar se çifti është më së miri bashkë, duke i dhënë një përgjigje elegante thashëthemeve që qarkullojnë.